Që prej afro 15 vitesh, familje të zonës së Nën Shkodrës nga Bërdica e Dajçi deri në Velipoj sigurojnë ujin e pishëm nga kjo çezmë. Në veçanti Dajçi, i cili nuk ka furnizim me ujë nga ujësielsi që prej vitit 2010, kur përmbytje shkatruan rrjetin në këtë zonë, në pjesën ndërmuese të kohës e merr ujin pikërisht nga kjo çezmë, që ndodhet pranë rrugës në hyrje të Bërdicës, por nuk mungojnë as banor nga fshatra të tjerë. Prej Bërdicë mesme, edhe se s'kena ku marrim ujë tjetër. Vesh me ble me bidona, ku na deli me pension me ble ujë, por nuk e pima se është ujë sa me mush botat. Shpijet ujë i Bërdicë, kjo është shumë i mirë. Këtu vinë prej lezhët, kina pa me ka 100 bidona, të arë me mush. Prej Dajçit e Velipoj. Po prej Dajçit, prej Gjermanijet kam gjetë njështë të mushtu. Na pëlqen ky ujë, për ne është ujë i mirë. Shumë i mirë. Vretja është më smellë me Torina, sa marrë me ne pakush. Ava aty ku mushim ujë me pi me hellë me Torina, nuk është arsyeshme. Ashtë edhe mungesë edukat. Mungesë qytetënimit, me hellë aty ku mush ujë me pi me hellë me Torina. Ndërkohë ka nga ata që sugjerojnë vendosin e një pengese për të detyruar automjetet të qarkullojnë me kujdes. Njëkohësisht ata i kujtojnë Bashkisë Shkodër se problemi i shpronësimit për rrugën e ndërtuar vite më parë ende nuk është zgjidhur. Këtë e kanë nxjerrë për bamirësi. Ta e paguajnë këtë ujë, me shtetin ja paguajnë tanaj 100%. Atëherë, ta sa merren me këtë punin e çezmes, që bojnë bamirësi këta, vjen më i bomi to. Për bërim aksidentit, ta vjen bonimin, atë bumin. I të vend shteti, ose bashkia kush e ka nduar, për rrugën e Velipojës, alo as ta kanë shpërndësu. Jena 8 familje ato pa u shpërndësu alo. 8 familje. Vazhdon historia. Deri në ditë që t'ja vëmë ata bantierët atje me dis rrugës. Se do t'ja vëmë bantierën kjo është gjallë. Në ndroshin 500 kryetar bashkisë, unë do t'ja vëmë bantierët. Se shtetja mund për veti derisa ka me dokumenta e me toka jeme, edhe babse me bleme. 15 vite pas përmbytjeve të vitit 2010, të cilat shkatruan rrjetin e ujësielsit në disa fshatra të Nën Shkodrës, edhe sot ende pa u riparuar përbën një zvarritje të pajustifikueshme. Vazhdimi i kësaj vonese për të ndërhyrë është e pafalshme.